Mbrëm rreth orës 25 në fshatin Vrapçisht, pjesëtarët e policisë nga stacioni policor në Gallat arrestuan AM 32 vjeç nga fshati Vrapçisht. Ai ishte në kërkim bazuar në një urdhër gjykate për vuajtjen e një dënimi me burg prej një viti për vepër penale sipas nenit 190A të kodit penal. Personi është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit me burg. Dje rreth orës 13:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 57 vjeçare nga Shkupi ka raportuar se pas një grindjeje të shkurtër në shtëpinë familjare të dajës së tyre në Tetov, ajo ishte sulmuar fizikisht nga vëllai i saj EN, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 13:45 në stacionin policor Kamjan, JB 37 vjeç nga fshati Sellarce Epërme ka raportuar se për shkak të një mosmarrëveshjeje në komunikacion ishte sulmuar fizikisht nga bashkëfshatari i tij IF 66 vjeç, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 6:25 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në autostradën Tetov-Shkup, para nyjes rrugore të Grupçinit, ka rënë zjarr në një automjet pasagjerësh të tipit Opel me targa të Gosivarit, i cili ishte në lëvizje dhe drejtohej nga MM 34 vjeç nga fshati Gallat i Gosivarit. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga njësia territoriale zjarfikse e Tetovës. Një ekip i SPB Tetov ka kryer inspektimin.